Kuvendi i Shqipërisë është rikthyer punës pas një ndërprerje 2 mujore për shkak të fushatës elektorale. Seanca e kësaj të entej zgjati vetëm 15 minuta, në të cilën u miratua kalendari punimeve për periudhën 29 maj-8 korrik 2025. Seanca u zhvillua mes tensioneve dhe debateve ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk kurseu akuzat dhe denoncimet kundrejt Partisë Socialiste dhe eksponentëve kryesor lidhur me rezultatet e 11 majit 2025. Ai që shifni aty, ai nrojnë mbi emrin, ai tani quhet Blendi Gjabafti. Ju tërheq vëmendjen, do t'ju heq drejt në fjalës. Mos i drejtoni me gisht antarëve të Këshillit Ministrave. Një bandit më i keq. Edhe njerë, ju tërheq vëmendje, ju jap drejtje. Roberti dhe Alfredi Gjabafti. Ja, ky është. Mos ju drejtoni me gisht, me fjalë të padenja antarëve të Këshillit Ministrave. Kaq. Mbyllë. Edhe ti, ai është një lloj me ty. Sepse edhe ti erdhe si Spiropali e përfundove. Ulu në vend të heq drejt në fjalës. Të heq të drejt në fjalës. Vazhdo. Ta dash të drejt në fjalës, ta heq të drejt në fjalës. Ti nuk mund të vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe turpruese dhe të tentosh të prishësh kuvendin e Shqipërisë. Ta dash fjalën sipas rregullores. Ta dash fjalën në mirëbesim që do ta marrësh fjalën për të folur për ndryshimin e rendit ditës. Pas tensioneve brenda kuvendit, Berisha nuk la pa bërë një deklaratë dhe jashtë kuvendit të Shqipërisë, akuzasi deputetët e rinj të Partisë Socialiste të dala nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit nuk do të shkojnë në shtator në kuvend si deputet, por si përfaqësues të një farse të shëmtuar elektorale. Ishte shumë e drejtë që në parlament të vinë bos të karteleve sësa këta, se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Megjithatë, ajo që duhet garantoj shqiptarët, vendosmërinë e palë kundër të opozitës të mbroj kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. Rreth 80 deputet aktual të kuvendit si nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nuk do të jenë në sesionin e ri të parlamentar që nis në muajin shtator. Zgjedhjet e 11 majit Partia Socialiste plindoi mandatin e 4 duke siguruar 83 mandate deputeti kundrejt Partisë Demokratike, e cila siguroi vetëm 50 mandate. Ulset e tjera në kuvend ndahen si Partia Social-Demokrate Tom Doshit me 3 deputet, Partia Mundësia me 2 deputet, Lëvizja Bashk me 1 deputet dhe koalicioni Nisma Shqipëria bëhet po sërish me 1 deputet.